Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 10 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky uftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1878. U themelua lidhja shqiptare e Prizrenit. 1886. Shpërtheu vullkani në malin Taravera në ishujt verior të Zelandës së Re, duke shkaktuar vdekjen e 153 personave. 1924. Forcat revolucionare në Shqipëri hynë në Tiranë. Qeveria kryesuar nga Ilyas Vrioni tërhiqet. 1940. Italia zyrtarisht u shpall luftë të Britanisë së Madhe dhe Francës gjatë luftës së dytë botërore, po këtë datë edhe Gjermania pushton Norvegjinë. 1967 përfundon lufta 6 ditore, ndërkohë izraelitët mposhtin kundërshtarët arab dhe i zgjerojnë kufijtë e tyre në lindjen e mesme. Lindje 1915 lindi Saul Bellow, shkrimtar amerikan, nobelist. 1934 lindi Alois Mock, politikan austriak. 1934 lindi Sotir Kapo, piktor shqiptar. 1942 lindi Muharrem Berisha, matematikan, akademik dhe profesor shqiptar. 1943 lindi Alfred Kanini, shkrimtar, publicist dhe gazetar shqiptar. 1959 lindi Carlo Ancelotti, trajner futbolli italian. 1969 lindi Gjajlande Godonci, aktore. Vdekje 1976 vdiq Adolf Zukor, producent filmi hungarezo-amerikan, bashkëthemeluesi i Paramount Picture. 1987 vdiq Elizabeth Hartman, aktore amerikane. 1988 vdiq Louis L'Amour, shkrimtar amerikan. 2000 vdiq Hafez al-Assad, presidenti i Sirisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Charles Goodyear, i cili ishte një shpikës dhe një kymist mjaft i njohur amerikan. Charles Goodyear ka lindur më 29 dhjetor të vitit 1800 në New York dhe ka ndëruar jetë në një korrik të vitit 1860 po në New York. Ai ishte shpikësi i gomës, i cili dha një kontribut mjaft të madh në realizimin e saj. Goodyear filloi karrierën e tij si partner në biznesin e hardware të babait të tij, i cili falimentoi në vitin 1830. Më pas, ai u interesua për të zbuluar një metodë për trajtimin e gomës si ndis, në mënyrë që të humbiste ngjitjen dhe ndjeshmërinë ndaj ekstremeve të nxehtësisë dhe të ftohtit. Ai zhvilloi një trajtim acid nitrik dhe në vitin 1837 kontraktoi për prodhime me këtë proces të çantave postare për qeverinë amerikane. Vitet e ardhshme ai punoi me Hayward, një ish-punonjës si një fabrike gome në Roxbury, i cili kishte zbuluar se goma e trajtuar me squfur nuk ishte ngjitse. Goodyear bleu procesin e Hayward. Në vitin 1839 ai aksidentalisht hodhi pak gomë indiane të përzier me squfur në një sopë të nxehtë dhe kështu zbuloi procesin e vulkanizimit. Ti u dha patenta e tij e parë në vitin 1844, por ju desh të luftonte shkelje të shumta në gjykat. Fitoria vendimtare nuk erdhi deri në vitin 1852. Atë veta i shkoi në Angli, ku artikujt e bërë sipas patentave të tij ishin ekspozuar në ekspozitën ndërkombëtare të vitit 1851, ndërsa atje ai tentoi pas sukses të themelonte fabrikën e tij. Ai gjithashtu humbi të drejtat e patentës atje dhe në Francë për shkak të problemeve teknike dhe ligjore. U burgos për shkak të borxheve të shumta që kishte. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara patentet e tij vazhduan të cënoheshin, meqense shpikja e tij bëri miliona për të tjerët. Pas vdekjes së tij,
ai la borxhe prej rreth $200.000. Vulkanizimi u quajt procesi kimik me të cilën vetit fizike dhe sintetike arritën të prodhonin gomën dhe përmirësuan realizimin e saj. Procesi u zbulua në vitin 1839 nga shpikësi amerikan Charles Goodyear, i cili gjithashtu vuri në dukje funksionin rëndësishëm të disa substancave shtesë në këtë proces. Le të themi që Goodyear ka dhënë një kontribut mjaft të madh në realizimin e shumë gjërave të tjera. Goma ishte një nga shpikjet e tij më të rëndësishme, të cilët i dha atij një emër mjaft të madh. Tani do të kalojmë në rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur në vlerave ushqyese të gjetheve të Mollagës. Gjethet e Mollagës kohët e fundit kanë filluar të kultivohen dhe në vendin ton në një mënyrë më masive. Ajo është pjesë e familjes botanike Malvacea, që përfshin dhe bamjen dhe trëndafilin e egër. Në vendet perëndimore, Mollaga ka marrë famë fal vlerave medicinale që ajo përmban. E vërteta është që Mollaga është një kur fantastike për çrregullimet në sistemet respiratore dhe tretëse, duke frenuar çdo lloj bllokimi të mundshëm. Njerëzit që vuajnë nga astma dhe bronkiti mund të përfitojnë nga Mollaga, e cila ka një efekt pastrues për mushkrit dhe fytin. Të njëjtën funksion, Mollaga luan dhe për zorët duke shërbyer dhe si laksativ. Mollaga është shumë e mirë për të pastruar trupin. Një nga përdorimet e saj në lëkurë e bën atë mjaft të mirë, pasi ajo shërben për të eliminuar irritimet. Ajo gjendet në zona bregdetare deri në ato të mesme malore në vendin ton. Njihen mjaft varietete të Mollagës si Mollaga e bardhë, Mollaga e pyjeve, Mollaga e zakonshme dhe Mollaga e zezë. Lullëzimi i kësaj bime fillon gjatë sinës së verës dhe deri në fillim të vjeshtës. Vetë Mollaga nuk përdoret shumë në gatim, ndomse ka një farë rezistence ndaj ujit. Është bimë antitoksike dhe qetësuese. Përmban pektin, flavanoide, acid fenolik, asparagin dhe amidon. Është forcuese sistemit imunitar. Përmirëson aktivitetin e sistemit tretës, kolitin, gastritin dhe ulcerën e stomakut. Ndihmon me kollën kronike, infeksionet e laringut, dhimbjet e fytit dhe astmën. Ndihmon për infeksionet e gojës dhe të mishit të dhëmbëve, si dhe për dhimbjet e dhëmbëve. Ndihmon gjithashtu në kurimin e çarjeve të lëkurës, plagët dhe djegjet. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 10 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pa reshje, domethënse, temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8, sipas të dhënave astronomike. Lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 32 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 32 gradë Celsius, Berat 19 deri në 33 gradë Celsius, Korç 13 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 28 gradë Celsius, Sarandë
20 deri në 30 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 10 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Rreshjet nuk priten të jenë problematike në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius; Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius; Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius; Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius; Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius; Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius; Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius; Gjilan, 12 deri në 26 gradë Celsius; Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius; Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius; Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius; Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.